Në fakt, gjithmonë, kur fillon e ndryshon stina, kalojmë nga një, si që ishte stina e verës, goxha e thatë, e nxehtë, hym dal nga dal në i vjesht deri diku të qëndrueshme, gati e nxehtë mund të themi kështu. Tani ka filluar menjëherë ndryshimi i kushteve atmosferike dhe gjithmonë themi, do kemi probleme, do lindin problemet e stinës. Çfarë na vjen me ndryshimin e motit? Atëherë, duke qëndruar besnik e referimit tuaj, është gjithmonë ndodh që në ndryshime stinore, pra verë, vjesht, dimër e tjera me radhë, kemi aktivizime të viruseve ose bakterieve të ndryshme që bëjnë të mundshëm sëmundshmërinë e popullatës dhe me të drejtë njerëzit thonë që ndroi koha, unë u smura. Është e vërtet që aktivizohen mjaft viruse shkaktar të ndryshimeve të temperaturave dhe me që aktualisht jemi në stinën e bukur të vjeshtës, kemi edhe një grup sëmundjesh që aktivizohen, që na vin rrotull, ku unë do veçoja të parin virozat stinore, që njihet në popull, dhe sigurisht ai që pret të vi, që është gripi që i takon stinës së dimrit. Unë ndalem pak të dyja, lidhur për çfarë janë virozat, si mund t'i mbajmë larg nesh, zakonisht nuk mbahen për fat keq, por një përpjekje mund ta bëjmë. Edhe mbahen, edhe nuk mbahen, edhe nuk mbahen. Kur thua viroza stinore, do të thotë që kryesisht shkaktari i sëmundjes merret nëpërmjet rrugës së traktit respirator. Pra kur ne marrim frymë, kur dikush kollitet, pra bëhet i mundshëm për të na transmetuar virusin e sëmundjes. Kur themi gripi, duhet ta veçojmë mirë të pjesë, gripi është sëmundje e cila ndodh një herë te një njeri në vit. Pra nuk ka grip 2 herë apo 3 herë, ndërsa ka viroza stinore që mund shkojnë 5 deri në 10 herë. Pra, ne gabojmë kur themi çdo një muaj na ka kap gripi. Eksakt. Domethënë, unë do doja që njerëzit aq sa mundën ta kuptojnë që gripi të kap një herë, nëse të kap. Ndërsa virozat stinore mund të kapin disa herë. Dhe ne ngatrojmë me grip. Eksakt. Dhe shumë njerëz thonë që unë e kalova një herë gripin, jam përsëri mëzuar gripi. Po, ti mund të smuresh nga virozat e stinës, që nuk janë grip, që imitojnë gripin, por natyrisht janë më të lehta se sa sëmundja e gripit. Megjithatë, ka një gjë për pragun e sëmundjeve të stinës. Varet se si e kalon. Për shembull, njeriu të medias është shumë problem katari stinor ose virozat stinore. Për arsye se ikën zëri, se fillon të shtimat, se fillon kolla, që është një gjë profesionale. Ka njerëz të tjerë, siç janë fëmijët nëpër shkolla, nëpër kopshte, njerëz që bëjnë jetë publike, ose personazhi që është imazh jo vetëm mediatik, por edhe publik, pra në bazë të punës që ai bën, që i ndodh që në një moment shumë të rëndësishëm të jetës vetë profesionale, të ikit të zëri, pikërisht në çastin që atij duhet më shumë se kur. Eksakt, më shumë se kur, kështu që zëri nuk e sjell dot. Pra nëse ti shumë simptoma të tjera ose ankesa të tjera arrin ti ndalosh të paktën për çastin, te pjesa e zërit është shumë e vështirë. Kështu që te kjo pjesë duhet të mbrohesh. Ne që themi jo të pim këtë se na ato janë gjithmonë ndihmëse, por në momentin që zëri ka vendosur të ikë, do pak orë apo ditë që të vi prap. Kështu që ky është problemi. Ta mbledhim mëndën kur na ikë zëri, mos bëjmë emision. Tentoni mos të ikë zëri. Si mund ta bëjmë këtë? Si mund të mbrohemi nga këto? Atëherë, unë e veçova që ka viroza stinore, pra tetori, nëntori, shtatori, tetori, nëntori, dhe kemi gripin, të cilat dhe njëherë përsëris në aspektin e pamjes, pra në aspektin e ankesave që paraqet pacienti, kanë ngjashmëri. Ajo që ka diferencë është që virozat gripi të kap një herë, ndërsa virozat stinore mund të kapin 5 deri në 10 herë. Dhe kjo 5 deri në 10 herë i bie për disa muaj, të smuresh 5 apo 10 herë, është një gjë e madhe. Natyrisht kjo varet edhe nga pragu, pra nga imuniteti që ka personi, që në 2 njerëz, njëri e shpalos sëmundjen, tjetri nuk e shpalos sëmundjen. A kemi ne mundësi të ruhemi? Kemi patjetër mundësi. Duke qenë se viroza është me karakter që përhapet nëpërmjet rrugës ajrore, pra nëpërmjet ajrit të kontaminuar nga mikrobi ose nga virusi. Atëherë, cila është mënyra që ne mbrohemi? E para, personi që është i smur të jetë më pak sa në kontakt me ne, duke u përqafuar, duke dhënë dorën, që janë tradita që ne, megjithëse shikojmë një person që është i smur, e përqafojmë për të treguar që solidarizohemi. Para 2 orësh, prapë do ta përqafojmë mirë se. Si më i thënë që ne solidarizohemi me sëmundjen tënde. Kjo është e vërtet, por ndërkohë ti ke marrë një risk shumë të lartë sepse dora, përqafimi, cekja e gjërave që janë prekur nga personi tjetër, japin një probabilitet të lartë që ne të infektohemi nga ky
shkaktar i sëmundjes virale stinore. A mund të shmangim ne do të? Pa tjetër që po. Së paku jepë dorën ose laje dorën a i sa mundesh. Ose laj duart a i sa mundesh. Tani, kjo gjë varet nga kushtet në cilat ndodhet personi. Atëre, ti që e di më mirë që kjo merret me këto rrugë, përpiqu të shmangësh duke u përshëndetur, pa i dhënë dorën fort. Thonë edhe ngritje dore, s'ka nevojë. Eksakt. Ose pa e bërë atë përqafimin, lëre për një periudhë kohore. Nuk do ta marr për keq. Duke i thënë që stop, unë nuk ta jap dorën, sepse e dyta. Kur ne të shtim, eliminojmë një sasi të madhe virusesh. Dhe duke eliminuar të shtima ati X-it del në ajër, unë e thith ajrin ati personi, dhe sigurisht, sa më i mbyllur është ambienti ku unë eliminoj gjërat tilla, aq më probabël është mundësia që të infektohen apo ta marrin virusin edhe personat e tjerë. Sigurisht që ka njerëz, do ndalem tu te pjesa e atyre që janë të shëndetshëm, pra nuk kanë asnjë sëmundje, dhe njerëzve që kanë sëmundje kronike. Kategoria e njerëzve që ka sëmundje kronike, qoftë veshkave, qoftë zemrës, qoftë mushkrive, apo diabeti, apo sëmundje AIDS-s, apo hepatitet pra verdhzat kronike, janë njerëz më të mundshëm, pra më receptiv për të marrë këto lloj infeksionesh në krahasim me popullatën e shëndosh. Por e përsëris, popullata e shëndosh nuk është e përjashtuar nga kjo, sepse popullata e shëndosh bën më shumë jetë publike ose jetë të mbledhur në grup, sesa individet që kanë sëmundje të ndryshme kronike. Në rast se ke një sëmundje kronike, virozat mund të jenë ndihmëse për të agravuar sëmundjen që ke, për shembull mund të ndikojnë tek sëmundja, janë problem, rrezikojnë kjo kategori njerëzish? Shumë ndikojnë. I smuri që ka një sëmundje kronike merr mjekime të ndryshme pikërisht për ta mbajtur në situatë sa më të mirë sëmundjen apo sëmundjet kronike që ai ka. Në qoftë se ai merr një viroz sot, një viroz mbas 2 javësh, dhe pastaj i afrohet dhe gripi i treti, atëherë sigurisht aparati respirator, pra mushkria e tij, është bombarduar 3 herë nga infeksione, po themi virale, po e përdor si term të përgjithshëm, që mos ndalem në specifikime të mëdha. Atëherë, a ekziston mundësia që një pjesë ta parandalojmë dhe një pjesë t'i shmangemi aq sa mundemi? Parandalimi është vetëm vaksina, që nuk i takon virozave të stinës, po i takon në sëmundjes së gripit. Ndërsa sa i takon virozave stinore, mundësia është të shmangësh aq sa mundesh këto elemente të thjesht që unë përmenda, takimi dhënia e dorës, qëndrimi shumë afër me një person i cili është i smur, për shkakun se respiratori eliminon dhe në fundit do marrin frym. Kështu që janë 2 gjëra që unë eliminoj dhe ti pa diskutim do marrësh frym në vendin ku unë jetoj. Jo ku ti mua më sheh që jam e smur, po në vendin ku je, ka dhe persona që ti nuk i njeh, që mund të jenë në periudhën e që mbartin, më falni, virusin, ose në momentin që ai është i smur, po nuk e sheh që ai personi është i smur. Dhe për këtë arsye i bie që ne parandalojmë aq sa mundemi, duke u veshur pak ngrohtë, duke ruajtur higjienën, që janë terma që kur i dëgjon thua i kemi dëgjuar shpesh, ruaj higjienën, ruaj higjienën, kujdes. Po këto janë terma, duhet i themi kaq shpesh sepse nuk është se zbatohen aq. Këto janë reale, për shembull fëmijët në kopë, në çerdhe, fëmijët në shkolla, që edukata e tyre për të larduar natyrisht që për vetë moshën le për dëshiruar. Duhet injektuar, nuk është se e kanë, se janë fëmijë. I rrituri, jo gjithmonë e bën këtë gjë. Me mendimin që kurse bën i rritur, imagjino fëmijë. Kështu që ky vjen me emancipimin, me zhvillimin e shoqërisë dhe me edukimin që në brezat e vegjël në edukatorët e kopshtit, të shkollave, në mësueset që bëjnë edukimin e fëmijëve. Është ajo pjesë që thuhet shpeshherë që fëmia i smur nuk mund të shkojë, po them, në kopësht. Vetëm se ka një problem, që fëmia i smur primi do shkojë në punë. Normalisht. Atëherë është një dualizëm midis kush do ri në shtëpi apo do shkojë fëmia në kopësht apo në çerdhe. Dhe kjo është një betejë e madhe. Dhe shpesh në botë virozat stinore. Dhe po futem, po interferoj dhe gripi në mes, janë problem për mbar botën, për shkakun se e para të smurin, e dyta të prishin cilësinë e jetës, e treta të imobilizojnë në vendin e punës ku je. Dhe nëse ti je i domosdoshëm në një vend pune ku je, dhe ti je personi që smuresh 10 herë nga viroza, nuk je shumë i preferuar për atë që është mbi krye, sepse preferencë më të madhe e ka për njeriu në shëndetshëm. Normalisht, sepse nuk do i mungojnë punë. Kjo që po them nuk është imja personale, është shkruar në tërë librat e botës që prish cilësinë e jetës së personit dhe diskomfortin e njeriut në shkollë, e njeriut në punë, dhe ti, kur shikon një doktor, po e marr veten time që është me sekrecione nga hundët, nga syt, ka koll, dhe mendon të kërkosh ndihmë nga ai, thua
kur doktori është smur për vete, do thotë që unë do kem pak shanse që mos të smurem. Në fakt, pse një grup njerëzish janë më të ekspozuar ndaj virozave? Pse ndodh kjo? Pse ka një grup që është imuniteti? Çfarë ndodh? Pse i tërheqim? Për shembull, mund futem tek njerëzit që mund të kem në vit të paktën 5 ose 6 viroza. Unë i kam quajtur grip deri tani. Okej, tani besoj të ndrosh mendim që nuk janë viroza. Gripi është kur të palos fare. E qartë. Atëherë, virozat ndodhin për disa arsye. E para, ulje të forcave imunitare. Dhe njeriu mendon që ulja e forcave imunitare ka shumë shkaktar. Shkaktari i parë është stresi. Pra kur ti ke një ngarkesë pune shumë të madhe, ulen forcat imunitare dhe thua, ku më gjeti kjo? Pikërisht sot që unë kam një gjë kaq të rëndësishme. Kjo ndodh si pasojë e uljes së imunitetit nga një stres, nga një emocion negativ, ndoshta edhe pozitiv. E dyta, është grupi i njerëzve që kanë sëmundje kronike. Ose është ajo që thatë ju më përpara që një viroz tinore mund të bëjë të mundur evidentimin e një sëmundje që fshihet mbrapa kësaj viroze. Kështu që ky është dhe një sinjal që thua, më po unë pse smurën kam shpesh. Për këtë. Atëherë, ti kërkon, bën ekzaminime modeste për të parë a kam ndonjë gjë brapa meje që unë në krahasim me një person tjetër u smur kam kaq shpesh nga virozat stinore. Pra, është stresi që është dhe i pari edhe i fundit në listë, është ulja e forcave imunitare reale nga infeksioni HIV/AIDS, është sëmundja e sheqerit apo diabeti dhe është gjithë grupi i sëmundjeve kronike që prekin sisteme të organizmit dhe ndaj thotë që ai që vuan nga diabeti, për marrë një shembull të thjeshtë, dhe që e mban në shifra normal sheqerin në gjakun e tij, atij ndodh të smuret shpesh. Është pikërisht që imuniteti i tij është cënuar nga diabeti dhe te ai person ndodh shfaqja e këtyre infeksioneve, me që po flasim sot për infeksionet stinore, ndodh që te ata janë shpesh evidente këto infeksione. Shpesher, nga kjo kategori njerëzish që i prek viroza e stinës apo virozat e stinës, sepse janë disa, shpesher gjejnë zgjidhje alternative. Çfarë këshilloni në përdorimin, çfarë duhet përdorin për ta ndihmuar frenimin ose largimin e virozës? Patjetër që ka, unë përmenda fjalën ruaju, mbrohu. E dyta, sot ka mjaft përgatesa që janë në shërbime farmaceutike, siç është paracetamoli e tjera që janë ndihmëse të dhimbjes kokës, të preparateve që zgjerojnë rrugët e hundës kur je, të rregullimit të zërit në mënyrë modeste, të temperaturës së lartë, të dhimbjes së muskulve, ka përgatesa që ofrohen. Unë do thosha një gjë që jo gjithçka bëhet me mendjen tënde, pra duke e vetë gjykuar ti që duke vënë vetë diagnozën që kjo është virozë dhe unë do marr këtë mjekim, por normale është kërkosh ndihmë mjekësore për ta përcaktuar është apo jo virozë. Sepse brenda virozës stinore mund të fshihen edhe sëmundjet e tjera që mund të precipitojnë një kohë rekord. Atëherë, te fëmijët e vegjël nuk mund ta bësh dot vetë të gjë, duke thënë që po marr këtë, sepse kjo rregullon temperaturën. Sepse shumë kam bërë për herë dhe e kam zgjidhur problemin. Në një pjesë të rasteve e zgjidh, meqense ne i takojmë shërbimit spitalor që vinë rastet që nuk janë zgjidhur, atëherë që nuk janë zgjidhur, atëherë do të thotë që jo gjithmonë zgjidhen mirë nga individi. Atëherë të kërkuar ndihmë mjekësore te mjeku specialist nuk është ndonjë gjë e vështirë. Unë po them me që ke pak dhimbje koke dhe pak sekrecione nga hundës, të vraposh me vrap për të bërë një vizitë mjekësore. Po kur situata zgjat, zakonisht një virozë stinore shkon deri në 5 ditë. Pra, 5 ditë që është dita maksimale që ajo duhet mbaroj. Në qoftë se ditët zgjasin, atëherë nuk je më vetëm te pjesa e virozës stinore, por je në një komplikacion. Pra, je në një ndërlikim të sëmundjes që sigurisht nuk duhet anashkaluar, sepse viroza zë virozën, dhe duke u agravuar situata e virozës, rëndohet edhe një sëmundje kronike, që është bashkëshoqëruesja jotja, dhe në këtë situatë bëhet një vorbull i keq, që është në disfavor të personit i cili vuan. Pra, mjeku është zgjidhje e mirë, po mos të vrapojmë për çdo shqetësim. Unë në pozicionin me kaq shumë viroza sa bien. Unë i takoj pjesës që unë nuk mund të them mos shko te mjeku. Pa diskutim. Por i takoj dhe pjesës që jo për çdo simptom vrapohet për shkuar te doktori. Sot popullata, kultura nuk është dhe aq shumë e dhënë, kultura e shoqërisë tonë që shkohet te mjeku. Ka një kategori njerëzish që ndoshta e teprojnë, janë një kategori që e teprojnë, po një kategori as e vrasin mendjen e herë. Dhe një kategori të cilët anashkalojnë në mënyrë drastike, duke menduar që unë lexoj në internet,
unë e di çfarë përdoret për këtë, unë e di çfarë kam, unë e di me çfarë duhet mjekohem dhe kjo është pjesa e shoqërisë e emancipuar, realisht që lexon, por që ndonjëherë dhe gabon. Emancipimi i tepërt ndonjëherë. Kështu që jo, në kuptimin i gabuar, jo i tepërt. Leximi ka dalë për të gjithë. Përderisa ajo është në website do thotë që mund të lexohet. Puna është ta ndash, a je i Zoti për ta ndarë që kjo që kam i takon kësaj apo kësaj. Në përgjithësi njeriu nuk e ka qef doktorin, sepse thotë që këtë simptom unë jam duke rregulluar me këtë dhe ndodh. Por në situatat veçanta mos e anashkalo sepse në një situatë veçantë mund të jetë e paparashikueshme, sidomos për grupe të caktuara të popullatës, siç janë moshat fëminore, siç janë ata që kanë sëmundje kronike, ose nëse ti je me temperaturën 40 gradë Celsius, mbyllet historia për të qenë ti doktori vetes tënde. Sepse në një temperaturë të tillë ti mund ta kalosh, pra ai njeriu mund ta kaloj, por risku mund të jetë i lartë që të kesh një komplikacion madhor, tek nga i cili nuk e përdal dot më. Kështu që unë kam një thirrje modeste për të dy kategoritë e njerëzve, që ata që kanë simptoma të moderuara mund t'i mjekojnë edhe vetë, në qoftë se e mendojnë ashtu, por shkuaret e mjeku është më mirë se sa anashkalimi i tij. Pastaj pa. Okej. Shkojmë te gripi. Kur e kuptojmë që është grip dhe jo viroz, doktoresh? Atëre, ka një diferencë. Mirë. Po, që ta ndajmë. Që ta ndajmë sikurse mund të ndahet nga ana teorike ose edhe nga ana praktike. Gripi ka një stin caktuar, që i takon fundit të nëntorit, dhjetorit, pra në stinën e dimrit. E përmenda në fillim që gripi ndodh vetëm një herë. E dyta, kur themi fjalën grip, do të thotë që është testuar në popullat në mënyrë të shpejtë, numri i smurëve, ankesat që kanë smurët, shtrirja në tërë vendin, pra kur thua në Shqipëri, vendet përreth në Europë etj. Dhe ekzaminimi laboratorik që nuk bëhet për të gjithë, bëhet për një grup të caktuar, Tiranë, Durrës, Vlorë, sa për ta evidentuar virusin e gripit dhe në atë kohë i thuar që është gripi. A mund ta ndajmë ne gripin nga viroza stinore? Për nga ana shëndetësore, pra për nga ana ankesave, viroza stinore është më e moderuar në ankesa. Gripi është më alert, pra më problematik se smundje. Dhe po të shikosh, për gripin ka vaksin, kurse për virozat stinore nuk ka vaksin. Që do të thotë, për sëmundjen që është më problematike, është prodhuar vaksina, ndërsa për sëmundjen që është më pak problematike, po bezdisëse, nuk është prodhuar vaksina. Atëherë, cila është propaganda që bëhet nga ana mjekësore? Ruaju aq sa mundesh nga virozat stinore, por ke një shans të madh të mbrohesh nga gripi duke u vaksinuar. Pra përderisa ka vaksinë kundër gripit, ajo propagandohet për të bërë. Dhe e përmendëm që cilat janë personat më të rrezikuar që duhet të bëjnë vaksinën e gripit, që duhet me do e mos. Pastaj përzgjedhja për grupin e tjetër është individuale. Me që jemi bashtu, do thosha, si një person mediatik që je, të takon të bësh vaksinën kundër gripit, sepse mund të ndodhi që të zërë gripi në një situatë shumë grave, në një situatë shumë të rëndësishme të punës që bën nga ana. Po. Kemi një telefonat që ka diçka për të ndarë me ju, doktoresh. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, mi ju dëgjojmë. Çfarë kish? Po, një pyetje kisha për doktoreshën, të lutem, dhe ju kërkoj ndjesë për ndërprerje. Jo, s'ka problem. Prandaj e vum dispozicion numrin e telefonit që të keni edhe ju pyetje për të bërë. Dhe desha t'i bëj një pyetje doktoreshës, se dy sëmundje kronike a mjekohen njëkohësisht dhe a kanë efekt në rastin kur jemi viroz ose me grip? Jo, unë do ta cilësoja se duhet të mbetem anonim kur je me HIV/AIDS dhe me azëm. Me HIV/AIDS dhe me azëm, a mund kurohen të dyja njëkohësisht? Kjo është pyetja. Po. Mund të trajtohesh. Okej. Dëgjoje doktoreshën nëpërmjet ekranit. Atëherë, së pari të falenderoj shumë për pyetjen, ishte absolutisht pyetje e duhur në momentin e duhur. Personi që vuan nga azma është personi që preket më shpesh nga virusi i gripit apo virozat stinore, për shkakun e thjesht që është themra e akilit për atë person, sepse është pikërisht vuajtja e aparatit respirator. Sa i takon pyetjes që bëri zotnia, që a duhet vaksinuar? Duhet mjekuar, vaksinuar kur i ka edhe HIV/AIDS edhe astmën, sepse ishte problem shumë i ndërlikuar. Shumë i ndërlikuar, që është dhe i thjesht ndërkohë. Kur ke edhe azëm, edhe vuan nga infeksioni HIV/AIDS, personi pa diskutim duhet vaksinuar, për arsye se ke dy momente kryesore, ke ulljen e forcave imunitare nga infeksioni HIV/AIDS dhe dëmtimin e aparatit respirator, që është shumë i rëndësishëm
dhe që vaksina kundër gripit e lë të mundur që mos të agravohet situata e azmës që ka personi, pra me një goditje, me një vaksin, t'i mbron dy sisteme paralel që është aparati respirator dhe dëmtimi i forcave imunitare. Dhe nëse e kuptova drejt atë shqetësim që kishte zotëria, ai ka të dy smundjet dhe a mund t'i trajtojë të dyja njëkohësisht, pra ishte në aspektin mjekësor, përveç se faktit të kur është me viroza apo me grip. Në mënyrë absolute, po edhe vaksina kundër gripit të mbron shumë nga një mbi infekcion në azmën bronkiale dhe vaksina kundër gripit të mbron shumë në rastin e personit infektuar nga virusi HIV. Pra, mund t'i trajtoj pa problem. Pa diskutim, bile është në top listën e personave që duhet të vaksinohen kundër gripit. E qartë. Oke, flasim tani për problemet që dalin nga gripi, ishim duke diskutuar pikërisht atë çfarë quajmë grip dhe kush janë problemet që lindin. Atëherë, tham që gripi ndodh në një stin të preferuar, që i takon fundit nëntorit, dhjetorit dhe vazhdon deri nga marsi, pra është e standardizuar që në këtë kohë ndodh gripi. Gripi të zë vetëm një herë, virozat e stinës mund të interferojnë dhe prandaj njerëzit shpesh thonë që mëzuri gripi në tetor, mëzuri në nëntor, në dhjetor, në janar dhe të gjitha quhen fjalë. Gjithmonë jemi me grip. Kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, mirë se erdhe zonjë. Urime për emisionin. Faleminderit. Ajo që dohet pyesën doktoreshën ishte pyetja që mbasi e ban atë të gripit, harova se vaksinën e gripit. Të zë gripi, pastaj prap. Po të vaksinohesh kundër gripit, ka rrezik të kap gripi gjithsesi? Okej, atë. Dëgjoje zonjë. Prap pyetja juaj është korrekte sepse ne ndeshemi shpesh që unë thotë u vaksinova dhe mua më zuri gripi. Po. Atëherë ndodh, nëse ti vaksinohesh dhe të zë një virus tinore, nuk do të thotë zuri gripi. Po. Pra njerëzit, ajo që shpesh ngatrohet, dhe në qoftëse, dhe të jemi të korekt, vaksina kundër gripit nuk të mbron 100%. Sepse ishte një gjë shumë ideale. Vetëm se ka një gjë, në qoftë se të zë gripi, ty, një person që je i vaksinuar, të zë në mënyrë jashtëzakonisht të lehtë, si simptoma. Që do të thotë, në qoftë se një person që nuk është vaksinuar, po e marrim sikur. Në qoftë se një person që është vaksinuar, do 7 ditë për të kaluar, një person që nuk është vaksinuar, do 7 ditë për të kaluar gripin, ai që vaksinohet e kalon me 1 apo 2 ditë në kushte shumë optimale në aspektin e ankesave që paraqet personi. Pastaj, kur vaksinohesh, kur është koha e vaksinimit, se ka dhe rëndësi të madhe, koha e vaksinimit është tani. Në vjesht. Eksakt, pra muaj i vaksinimit ka filluar. Vaksina është në treg. Vaksina ka dalë dhe duhet vaksinohesh. Në qoftë se ti vaksinohesh në pikun e sëmundshmërisë, ose në qoftë se ti vaksinohesh zgjedh kur të kanë filluar ankesat, bën një gabim super të madh, sepse ke marrë virusin nga jashtë dhe i fut organizmit tënd virusin që përmban në vaksina. Kështu që duhet zgjedhur dhe koha kur vaksinohesh. Pra, në momentin që ke shenjat e gripit apo të virozës, mos gabohet... Është zero. Pra, në qoftë se ti ke dhe një virozë të zakonshme, që nuk e ndan dot, siç jemi sot, që po flasim. Në qoftë se ti ke temperaturë, ke rruf, ke të shtima, nuk duhet vaksinohesh, sepse është gabim nga ana mjekësore. Njeriu vaksinohet kur është mirë nga ana mjekësore për të prodhuar antikorpe që të jetë gati për ta pritur gripin që është duke ardhur. Pra, edhe për zgjedhje, më falni, koha kur bëhet vaksina, sa i shëndetshëm je në kohën e infeksioneve virale, jo për gjërat e tjera, sepse unë përmenda që vaksinohen personat që kanë një smundje kronike, pra ata janë të smur, po nëse je me temperaturë 40 gradë Celsius, nuk është koha për të vaksinuar. Duhet të bjeri temperatura nga një gjë X që ti je i smur, pastaj je kandidat për të vaksinuar. Por thirrja ime është reale tani. Tani është koha për të vaksinuar. Mos prisni dimrin kur do vi gripi. Pikun e sëmundshmërisë për të, sepse gjithmonë bëhet, edhe media ka një rol shumë të madh. Absolutisht. Kur media fillon dhe thotë që u shtua fluksi i smurve në pediatri, atëherë shtohet sensibilizimi. Vaksinohu tani që mos lodhesh të vaksinohesh kur fluksi është më i lartë. Kemi një tjetër telefonat në linja, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë? Përshëndetje doktoresha, kisha një pyetje ju lutem. Po? Kam një djalë 5 vjeç dhe ka kruarje hundës të tmerrshme, saqë aq i kruan nga ndonjëherë i del edhe gjatë. Dhe në mëngjes kur zgjohet ka pak rrjedhje hundës, shumë pak. Pastaj gjatë ditës normalizohet, nuk ka gjë, domethënë.
Kjo i ndodh shpesh, po thuaj se në çdo kohë apo në kohë caktuara? Këtë kruarjen e hundëve ka pasur u bë një periudhë të gjatë që ka, ndërsa këtë rrjedhjen ka filluar tani që rang këto temperatura, ka rrjedhjen vetëm në mëngjes, pastaj i kalon gjatë ditës. Atëherë, me sa kuptova, ishte një person në moshë 5 vjeçar, pa një fëmijë i vogël. Dhe ju thoni që ka sekrecione nga hundët, pra ka rrjedhje të vazhdueshme të hundëve bashkë me të kruar. Vetëm në mëngjes. Vetëm në mëngjes. Shumë pak. Vetëm në mëngjes. Krurje hundë që e ka më gjatë. Atëherë, meqense unë nuk i përkas si mjekësi moshës pediatrike, natyrisht do marr guximin për të folur për dy element kryesor për juve, që këto quhen zakonisht rinite alergjike, pra infeksione të cilat shfaqen në momente alergjike. Dhe në qoftë se pyetja juaj është që çfarë është kjo, unë do ju thosha që drejtohuni pranë mjekut pediatër. Në qoftë se pyetja juaj është që a duhet të vaksinohet një fëmijë që ka këto fenomene alergjike, unë do thosha që po, sepse ai person në këtë moshë që ka infeksione ose rinite të shpeshta në këtë periudhë që jemi, e vlen të vaksinohet, por jo tani që ai është me sekrecione nga hundët, pra me rrjedhje nga hundët, për shkakun se vaksina ka kundër indikacion. Po krurja çfarë? Është bashkë me sekrecionet që vazhdojnë. Janë të dyja bashkë të bashkuara. Nuk mund të jetë një gjë e vetme. Faleminderit, punë të mbar. Faleminderit zonjë, faleminderit për telefonatën. Për ta mbyllur kapitullin edhe me gripin, ne për virozat thamë që duhet të ketë një vëmendje te mjeku, por jo gjithmonë shkojmë me vrap te mjeku. Për gripin ndryshon puna apo jo? Për gripin bëhet një rokadë totale. Absolutisht. Që do të thotë, jo vetëm që është një sëmundje problematike për sa të gjithë e dinë, temperatura, sekrecionet nga hunda, kolla etj. Gripi është sëmundje që ka komplikacione. Dhe kur thua komplikacion, do të thotë që agravohet situata e sëmundjes. Dëmton aparatin pra mushkrit, dëmton zemrën, që është si komplikacion, dhe dëmton sistemin nervor qendror, që është meningiti ose encefaliti, pra infeksionet e sistemit nervor qendror. Dhe kur flet për 3 organe madhore, besoj se gjithë shkullshka popullata e kupton që bëhet fjalë për dëmtime të sistemeve në organizëm që janë jetike për të. Okej. Edhe një telefonat tjetër, e fundit për këtë, sepse do të flasim për një aspekt tjetër më pas të anës mjekësore dhe arsyen pse kemi zonjën Çomo këtu. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët zonjë, po? Po vlas nga Tirana, desha të pyesi si doktoreshën. Po, patjetër, po ju dëgjon doktoresha. Tash se erdhi rasti që u kam 3 ditë që jam me grip. Po? Edhe para 10 ditësh kam bërë vaksinën dhe si ka mundësi sa e që bëj vaksinën, unë smure me grip. Okej. Dëgjoje përgjigje nëpërmjet televizorit? Po. Atëherë, ka 3 ditë me grip, para 2 javësh ka bërë vaksinën dhe prap e ka gripi zonjën. Dhe thotë si ka mundësi që më ndodhë kjo, sepse sa herë vaksinohem më ndodhë kjo gjë. Do i thosha zonjës që e para nuk jemi akoma në rastet me grip në Shqipëri. Pra është viroza. Eksakt. Dhe është viroz. Dhe kam përshtypjen që ndoshta, me qënë se juve jeni vaksinuar 2 apo 3 ditë para, sikur se unë e kuptova pyetjen. Po. Dhe zonja është smur. Jo, 2 javë ka që është vaksinuar dhe ka 3 ditë me grip. Ka 3 ditë me atere. Ju keni 2 javë që jeni vaksinuar, po keni 3 ditë me viroz tinore, e cila ju ka prekur dhe ju me të drejtë bëni lidhjen. Që unë vaksinova dhe më zuri gripi. Ju jeni vaksinuar, po ju ka zënë viroza tinore dhe jo gripi. Dhe unë uroj dhe shpresoj që ju ta kaloni sa më shpejt të pjesë jeni duke kaluar. Mos ngatrohemi sepse gripi nuk është akoma nuk është evident në Shqipëri sepse nuk ndodh gripi në muajin tetor. Në muajin tetor vaksinohesh, do të thotë që gripi pritet zyrtarisht, pra kur them unë zyrtarisht do të thotë zyrtarisht nga ana shkencore profesionale, është i takon fundit nëntorit, dhjetorit, pra jemi akoma herët për të folur për sëmundjen e gripit që ka hyrë në Shqipëri. Dhe standardet janë standarde europiane, nuk është se e kam shpikur unë edhe them që jo edhe po. Unë kam ardhur me detyrimin për të folë në mënyrë. Vaksina e gripit nuk prodhohet në Shqipëri për pari, nuk trajtohet në Shqipëri për pari. Unë jam njeri që sikur se zonja e kam bërë para 2 javësh edhe unë vaksinën kundër gripit, kështu që përderisa e kam bërë vetë, kam mos të unë do të nxitoj ta bëj sepse mund ngelem në një ditë pa emision për shkak të gripit apo të virozave. Besoj, të uroj që ja. Megjithatë, ndërsa flisnim doktoresh, sigurisht më lindi një pyetje që gati natyrshëm. Shpeshherë flasim ne për mjeket, jemi shumë kritik, shumicën e rasteve
themi edhe fjalën e fundit ndonjëherë. Megjithatë, çfarë është pasioni për mjekësinë, për një zonjë si ju që në një farë mënyrë karrierën e keni ngritur dal nga dal, ju jeni edhe pedagoge, çfarë do të kupton pasioni për mjekësinë? Është e vërtetë ajo që thoni ju që ka një bum kundra doktorit dhe ka doktor pafund që prodhohen dhe që punojnë. Ka një problem që smundja asnjëherë nuk është qef. Absolutisht. Pra duke qenë se është hall, ti mendon që halli që ke ti është vetëm ai që ke ti. Dhe nuk e di që përballë mjekut apo gjithë personelit mjekësor është një lum i madh hallesh, një lum i madh njerëzish, që ty duhet të bësh seleksionimin që cili është i smuri më problematik dhe cili është i smuri më lehtë. A është e lehtë për ta bërë këtë gjë? Është e lehtë për ta bërë, po është e vështirë për të kuptuar nga ana e popullatës. Dhe sa më dashamirës thjesht ka shqip personelit mjekësor, ndaj të cilit hidhet pafund, hidhen edhe fjalë të këqija, me të drejtë, edhe pa drejtë, është një problem që personeli mjekësor që punon, qoftë mjek apo infermier, ose unë po marr më mirë veten time, unë e kam zgjedhur profesionin që kam. Se do ta shtroja këtë pyetje. Unë e kam zgjedhur. Është zgjedhje. Në kohën kur ju e keni filluar këtë. E kam zgjedhur me dëshirë shumë të madhe dhe mjekësia gjithmonë është e preferuar. Është e vështirë, po është fakultet i preferuar. Është i vështirë, sepse ka shtrirje kohore shumë të gjatë. Ty për të bërë doktor të duhet minimumi 10 vite investim, dhe mbas atij 10 vjeçari fillon investimi i dytë për të formuar, kështu që zgjedhja që bën për të bërë, me që jam mjeke, po flasur mjekësinë, është një investim i madh, i cili ka kosto nga ana e të mësuarit dhe nga ana e shtrirjes në kohë fizike, është profesion i bukur, të jep kënaqësi maksimale, pavarësisht se ti mendon që ndonjëherë dëgjon disa fjalë jo të mira, po gjithmonë thon nuk e kam me ty, po e kam me një person tjetër. Pastaj gjithmonë është ai tjetri. Ai njeriu të cepi që se kam me ty, po e kam me atë tjetrin. Por në fundit, profesioni i mjekut është një profesion i nderuar, unë e kam marrë me dëshirë shumë të madhe, meqense i përkas dhe një grupi njerëzish që përgatis ose kontribuoj si pedagoge në fakultetin e mjekësisë për studentët që mbarojnë mjekësinë, duhet dini që është një profesion i bukur, absolutisht i vështirë. Ja vleti investimi 10 vjeçar për shkollën, investimi disa vjeçar më pas për të formuar si mjek, ja vlen pra, nëse këtë do t'ja thonit studentëve tuaj në auditorin e fakultetit mjekësisë, universitetit mjekësisë, sigurisht që ju do t'ja thonit këtë që ja vleti. Ja vleti dhe këta e themi gjithmonë dhe e përgatisim me idenë që kjo që ke bërë e vlen. Kërkon mund, kërkon kohë për të formuar dhe kërkon dhe dashuri për profesionin. Pra, profesionin e doktorit duhet ta duash që të mirë kuptosh shumë persona që ke përballë, të smur, të kategorive të ndryshme, të nivelit të ndryshëm që kanë nga ana e formimit, për ta mirë kuptuar problemin, hallin, sëmundjen që ka ai, sepse në fundin ti e mjekon të smurin edhe me atë që quhet fjalë, që shpesh anashkalohet duke thënë që fjala e shëron smurin, fjala kontribuon tek përmirësimi i shëndetit të atij që ke përballë. Ai e gjithmonë mirë për ta thënë gjithmonë fjalën e mirë tek pacienti. Ka të bëjë shumë edhe kjo pjesa shpirtërore me cilën e ushtron profesionin. Profesioni jon ka pjesën humane dhe pjesën ligjore. Në qoftë se neve në mungon pjesa humane, ne nuk bëhemi dot doktor. Pra, doktori pa pjesën humane është si gjysmë i pa formuar nga ana mjekësore dhe në fakultet mjekësisë ti kupton dy gjëra, që ke pjesën humane dhe pjesën ligjore dhe pjesën e dashurisë për profesionin. Ju siguroj për një gjë, që asnjëri nuk bëhet doktor nga halli. Kjo është e sigurt. Absolutisht. Sepse është një fakultet që ti konkuron, që ti e zgjedh, e merr me dëshirë, atë del ashtu siç e ke menduar. Her po dhe her jo, megjithatë unë kaq vite sa kam mbaruar fakultetin dhe jam investuar gjithë kohën në këtë punë, pa devijuar nga kjo lloj pune, unë them pa diskutim që ja ka vlerëtur me gjithë mundin dhe sakrificat që ka profesioni, po në fundit është një profesion që ti investon, që ti merr dhe në fundit kur merr një falënderim të madh nga ai personi që ke shëruar apo përmirësuar, besoj se kënaqësia është shumë e madhe. Në fakt, ajo që ndoshta ne si qytetar, kur vime përballemi, siç tham, duke menduar vetëm hallin ton, nuk i kuptojmë shumë sakrifica që bëjnë mjekët. Unë nuk dua të bëhem as avokati i mjekëve në këtë rast, por unë dua ta shtoj thjesht si diskutim. Një mjek sakrifikon shumë familje, sakrifikonë shumë në jetën publike, po themi të veten, sepse
angazhimi është shumë i madh. Ju ka dhëmbur kjo pjesë gjatë karrierës tuaj, familja në njërin anë, aktiviteti juaj, turnet her pas here, sepse punosh mjek do të thotë punosh edhe me turn, se ne nuk e kuptojmë asnjë gjë. Atëherë ju e cekët shumë mirë që unë përmenda më parë që 10 vite është të investohesh 6 vite në fakultet mjekësisë dhe 4 nëse ti arrin ta fitosh me konkurs specializimin. Në të kundërt i bie 6 vite të punosh diku si mjek familje që është një punë jashtëzakonisht e nderuar për ata që e bëjnë këtë pjesë. Meqenëse unë takoj brezet që jam specializuar në fushën e smundshmërisë infektive, atëherë koha ka qenë e gjatë. Pra, koha në kualifikimin tënd si doktor është më së paku 10 vjeçare, ashtu sikur se thatë juve, nuk ka orar puna e doktorit. Natyrisht ne kemi një orar zyrtar shtetëror, por nuk mund thuash në orën 4 që mo mbaroj orari dhe ti do presësh. Ka një ngjeshmëri me median. Ne vërtet kemi një orar, por nuk mund themi kurrë që kemi orar. Që dilni jashtë orarit, sepse ty një urgjencë nga ana mediatike të përmbys gjithçka dhe fillon nga e para. Natyrisht në vendin ku punoj ka mjek që bëjnë roje. Edhe unë i përkas personave që shërbejnë 24 orë në 24 orë te ismuri, është një kohë gjatë që i shërbehet, ti do dhe e bën në fundit, pra ne nuk ka quar njëri me zor për të bërë të lloj pune, por është një punë e vështirë, që kërkon mund, që kërkon një grup të madh popullate, që unë e përmenda dhe më lart, që e kërkon me insistim shërimin brenda disa orëve, dhe nuk ka smundje në botë deri më sot, e cila të shërohet brenda disa orëve. Ka smundje që shërohen në ditë, në muaj, ose që kalojnë në pjesën e smundshmërisë kronike. Por ka një gjë të madhe. E përmenda më parë që çdo kush mendon sëmundje që ka vetë. Dhe ai e mendon që për atë që ka ardhur, situata e tij është më problematike nga të gjitha. Ndërkohë, unë që jam dirigjuesi i kësaj situate, arrit të kuptoj që jo, ai që ka ardhur shumë i fundit në radhë në roje, ka më shumë nevojë sepse e ka sëmundjen më problematike se ty. Pra, unë mund të zgjidh, ndërsa pacienti vetë gjithmonë mendon që halli i tij është mbi të gjitha, dhe në fundit është normal që të mendosh për veten tënde, por mjekut i takon të mendoj për 20 veta që ka përballë dhe për të bërë përzgjedhjen që cili do hyj i pari, pra po e them në thonjza, në listë për të kaluar në sitën mjekësore, në kuptimin e asistencës, e marrjes së ndihmës së parë mjekësore, apo e menaxhimit të smurit në kushte spitalore. Edhe të smurët që janë në spital, jo të gjithë kanë vëmendjen maksimale. Pra, e ka vëmendjen maksimale ai që është më problematik, çdo kush e ka vëmendjen, por bie niveli në kuptimin e dukjes, jo në kuptimin profesional, sepse në fundit ti thua që unë kam ardhur për pjesën time dhe nuk më duhet çfarë ka personi tjetër. Unë duhet të të bëj të qartë ty që, shiko, edhe ti duhet ta marrësh atë që takon nga ana mjekësore, po më lër të merrem pak me atë që ka problematik më të madhe. A arrin ky mirëkuptimi jon midis nesh, pacientit dhe familjarëve? Duhet pak mund, me thënë vërtetën, duhet pak mund, duhet ta mirëkuptosh personin që ke përballë, që ka një hall, dhe duhet kuptosh dhe nivelin në cilin ai ka. Pra, nivelin e shkollimit që ka. Ky nivel i shkollimit ka 2 standarde. Ose di shumë dhe kërkon që për këtë situatë të marrësh ndihmë me njëhershme, ose di pak dhe thua, unë jam njeri i lënë pas dore, sepse këta e kanë prioritet 1, 2, 3, 4 persona që janë më të mirë se unë në thonjza në shumë aspekte. Të japësh mësim, sigurisht është diçka shumë e bukur dhe që del është gati shpirtërore, pak të duhet jetë kështu. Por të japësh mjekësi është edhe më e rëndësishme. Çfarë brezi po përgatisim në aspektin, sepse ne përveç vërtetës shjuhemi për cilësinë e mirë të mjekëve, të njerëzve që janë specialistë fushës mjekësisë. Po apo për të rihet ky brez në atë që shikoni ndeshni në punën tuaj. Unë e thash më përpara që në mjekësi zakonisht vjen ata që e duan. Pra nuk vjen ata që nuk e duan mjekësinë. Pra mjekësia është një lëndë që zgjidhet nga ai. Pra që kur e zgjedh e mendojnë që unë do investoj kaq kohë për të bërë doktor. Lënda që unë bëj me studentët i takon vitit 6, që mjeku pothuajse është në fundin e vet. Dhe në kuptimin shkollor. Në kuptimin shkollor. Por në kuptimin e jetës sapo fillon të qenit të doktor. Sapo ka nisur halli. Sigurisht që është një grup shumë i mirë studentësh që janë në vitin 6, të cilët kanë investuar përfund dhe janë të etur për të bërë doktor. Dhe është ai ankthi pozitiv që ka studenti vitit 6,
që të prekit të smorin në kuptimin për ta shëruar, për ta menaxhuar dhe plejada e studentëve të mjekësisë në të vërtetë është shumë e mirë. Janë studentë shumë mirë. Puna është që popullata do e shohë pak më vonë këtë investim, sepse ata janë gati duke u bërë. Personat që kanë mbaruar dhe janë gati të bërë, kanë dalë në treg në kuptimin e mirë të fjalës, jo në treg në sensin e keq, por në tregun e punës, janë duke u ballafaquar dhe po ju them me siguri shumë të lartë që është një brez shumë e mirë doktorësh që punojnë edhe në Shqipëri, sigurisht është një brez jo i vogël doktorësh që po largohen dhe jashtë Shqipërisë për arsye se duan specializime, një punë e mendojnë më të mirë ose thjesht një njohuri tjetër në një vend tjetër për të formuar sa më shumë. Megjithatë, ndonjëherë ngjan sikur prodhojmë shumë mjek apo na duhen. Unë personalisht do thosha jo, për mjek ka nevojë gjithmonë. Puna është si ndodh shpërndarja e doktorëve. Pastaj ngelem në fakt ka një kontrast shumë interesant. Ne kemi një shkollë mjekësie që nxjerr për ditë edhe shumë cilësor, siç edhe e konfirmoni ju. Ndërkohë kemi një boom të mjekëve që themi ne në bosë juristët ndoshta ndonjëherë, por ama kemi spitale në përrethë që nuk kanë mjek. Eksakt. Atëherë, për këdo ka vend. Puna është të shkosh në vendin që kërkohet. Pra në qoftë se ti mendon që punon diku në një rreth të largët ose në një fshat të largët, nuk humbet. Ti fiton nga ajo punë. Natyrisht që midis kryeqytetit dhe atij vendit atje, këto zgjidhje varet edhe nga balanca ekonomike që ke. Në qoftë se ti ke të ardhurat shumë të mira për të jetuar në kryeqytet, pra je investuar në të pjesë. Për të përballuar kryeqytetin me vendin e punës, me shtëpinë, me mënyrën e të jetuarit dhe për ta fituar atë vend punë në kryeqytet, atëherë është një gjë që bëhet. Megjithatë, një eksperiencë në një vend të largët, në një fshat të largët, për të parë si është mundshmëria atje, për të fituar nga ajo lloj eksperience, është shumë e mirë. Vetëm se tendenca është, sikudo, për të qëndruar në kryeqytet. Dhe në qoftë se thua për kryeqytetin, atëherë do thuash që ke super prodhim për shkakun se një pjesë e mjekëve nuk preferojnë të shkojnë nga qytetet ku vinë, ose jo më do e mos, ti që je në Gjirokastër ke për të shkuar në Gjirokastër, sepse ti mund të jesh shumë i mirë për Tiranën, jo ti që je nga Tropoja duhet të shkosh patjetër në Tropojë, sepse je shumë i mirë dhe je për Tiranë, dhe nuk është e thënë që ti që je nga Tirana do rish më do e mos në Tiranë. Në qoftë se je shumë i mirë dhe i plotëson kushtet për të punuar, po themi në Qësutë, pra në qendrën më të madhe universitare, atëherë konkurset janë të hapura dhe njeriu aplikon për të fituar. Por në qoftë se nuk fiton, nuk mund të rish të bësh kamarierin apo një punë të rëndomt. Mbas gjithë atij investimi që ke bërë nga ana profesionale, po investo në një vend. Merre anën profesionale në shi, në diell, por ti punon dhe është si puna e gazetarit që me pa diskutim, gazetari në teren është i pari që fillon besoj puna juaj. Pastaj fillon dhe afrohesh në studie. Po tereni është një gjë shumë e madhe. Të mëson, të jep eksperiencë dhe të ballafaqon me një gjë të paditur. Se në studio ndoshta ti ke komoditetin për të përgatitur, për të ndruar një gjë, kurse terenin nuk e ndron dot imazhin tënd dhe atë që është mbrapa teje. Një mesazh shumë i rëndësishëm ky që vjen në të përmbyllit të bisedës me doktoreshën. Faleminderit shumë që ishit me ne. Ishte kënaqësi vërtet që ndam këto minuta bashkë dhe dham këshilla të vlefshme për qytetarët që duke filluar nga unë i pari që kuptova shumë gjëra që ndoshta për shkak të neglizhencës, ritmit të shfrenuar që kemi të jetës, harrojmë edhe për këto element të rëndësishëm të jetës tonë. Faleminderit dhe juve që për bisedën të këndshme që bët. Faleminderit shumë. Faleminderit. Miru takofshi. Nderuar miq, pas pak do të takohemi, do të flasim, siç thamë, për një iniciativë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me personat që kanë një vështirësi shumë të madhe jetese, siç është ajo të parit. Do të jemi pas pak, do të ndalim në hapësirën publicitare.